Të imagjinosh një dash dhe një akrep në të njëjtën dhomë është pak si të shohësh një shkëndij që zvarritet përmes tufave të thata të verës. Mund të ndezë një zjarr të vogël ose të shpërthet në një flak të plotë që ndriçon natën. Dashi dhe akrepi nuk kalojnë kurrë pa u vënë re. Ka pak që mund të bësh për këtë. Njëri sjell stuhin, tjetri tsunamin, dy shenja energjie të pastër, të tërhequra së bashku si magnet dhe pastaj ndoshta përplasen me forcë të barabartë. Energjia e fuqishme, kjo tërheqje fshet dhe rrezik. Vija ndarse midis pasionit të madh dhe betejës epike është shumë e hollë. Çfarë ndodh kur zjarri takon ujin, nëse jo shumë avull dhe disa djegje? Përplasje intensive, por edhe pajtime romantike në stilin e filmave. Një kimi që mund të ndihet edhe nga kilometra larg. Sfida të vazhdueshme kur asnjëra nuk dëshiron t'i jap fitoren tjetrit. Megjithatë, është pikërisht kjo përzierje që shpreh sigurinë që një dash dhe një akrep të mos harrojnë kurrë njëri tjetrin, sepse aty ku ka tension të vërtet gjithmonë ka diçka që pulson në sipërfaqe. Le të jemi të qartë, midis dashit dhe akrepit, mërzitja është një fjalë që nuk ekziston. Dashi hyn direkt në temë, lulëzon nga vrulli dhe hidhet në marrëdhënie si dikush që provon një hobi të ri plot adrenalin, forca atyre lëvizëse, entuziazmi, lloji që i mban zgjuar deri vonë natën për diçka për të cilën janë ta pasionuar. Akrepi nga ana tjetër lëviz prapas skenave. Studion, analizon dhe gërmon më thellë. Për akrepin dashuria është thellësi, nëse sipërfaqja nuk e bin gërmon më thellë. Asnjëherë banal, kurrë sipërfaqësor. Kur dashit dhe akrepi vendosin të ndarin të njëjtën aventurë, koha mund të duket sikur shpejtohet. Diskutime që fluturojnë si shigjeta, bashkëpunimi i heshtur, shikimi që thon më shumë se 1000 fjalë. Një tërheqje që shpesh është fizike, e pandalshme dhe marramëndëse. Nëse mësojmë të menaxhojmë dallimet e tyre, pa dashur gjithmonë të jenë ylli dhe tjetri ana tjetër, atëherë do të shpërthejnë nga gëzimi. Përndryshe, ekziston rreziku i një ndarjeje spektakolare, por ka disa këshilla që mund të ndihmojnë. Mos konkurroni për gjithçka. Po, edhe kur është tundimi i madh. Jepuni hapësirë fiksimeve tuaja, por pa i kthyer ato në armë. Mësoni vlerën e heshtjes. Ndonjëherë një pauzë shpëton më shumë fjalë se 1000 fjalime. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.